Lojme të mira nga e gjithë bota që askush nuk po i tregon. Studiusit kolumbian kanë zhvilluar mushkunja që mund të shpërndajnë vaksina në vend të sëmundje. Himestët filipinas kanë shndruar lëvozhat e kokosit në një përbërës që ndihmon në rigjenerimin e mëlçisë së dëmtuar. Mjekët portugez raportojnë rezultate premtuese për rikthimin e shikimit me një terapi të bazuar në alga detare. Shkencëtarët argjentinar kanë identifikuar një protein që ndihmon në rigjenerimin e muskujve të zemrës pas dëmtimeve. Shkencëtarët zviceran po zhvillojnë një analizë gjaku për zbulimin e hershëm të kancerit. Inxhinierët danez po zhvillojnë një pankreas bionik për të ndihmuar personat me diabetit të tipit 1. Mjekët afrikano-jugor kanë kryer operacione me ndihmën e inteligjencës artificiale, duke rritur saktësinë e procedurave. Pas provave klinike, një paç pa ilaçe po testohet për menaxhimin e dhimbjeve. Mjekët malajzian po përdorin valjet e zërit për trajtime jo invazive të disa tumoreve në tru. Singapuri ka zhvilluar një material biologjik nga alga detare për të ndihmuar në shërimin e djegjes. Shkencëtarët kanadez po testojnë një helmet neurologjike për rikuperimin pas goditjes në tru. Një përbërës nga pylli Amazon po studiohet për efektet ndaj simptomave të Alzheimerit. Pra të gjitha këto të mirat që po i bën mjekësia, normal me ndihmën e Allahut të madhëruar, media, do më thonë në krejt botën, mediat po në imshefin këto sene, do më thonë këto të mirat që po bëhen për njerëzimin në kohët e ardhshme. Por e kena këtë vajzën të cilën prej sajna unë e furnizona me një aspekt me material, që e falenderojmë që çdo ditë postojmë si lajme të mira rreth njerëzimit, po ashtu edhe ato që tregojnë që është duke vujt njerëzimi prej elitave shumë sene tjera. Mos harroni me shku në Instagram apo follow.